Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton i përditshëm komenti i shkrimit shenjtë. Jemi në datën 20 korrik dhe kjo ditë është një ekrem veçantë për ne krishterët ortodoks, sepse ne kremtojmë Shën Ilia Tezvitin ose profetin Shën Ilia. Dhe në këtë ditë lexojmë nga letra e apostullit Jakovit, kapitulli 5, vargu 10 deri në vargu 20. Le ta lexojmë dhe ta komentojmë sipas hetave. O vëllezërit e mi, merrni si shembull vuajtjet dhe durimin e profetëve të që folën në emër të Zotit. Janë në shpallim të lumë ata që duruan. Ju keni dëgjuar për durimin e Jobit dhe e keni parë fatin përfundimtar që Zoti rezervoi, sepse Zoti është plot mëshirë e dëmshuri. Dhe para se gjitha vëllezërit e mi, mos bëni be as për qiell as për dheun, as mos bëni ndonjë be tjetër, por le të jetë poja juaj po dhe joja juaj jo, që të mos bini në dënim. A vuan ndonjë nga ju, le të lutet. A është i gëzuar ndokush, le të këndoj psalme. A është i sëmur nga ju, le të thras pleqt e kishës dhe ata të luten përmbi të, ta luajnë me vaj në emrin e Zotit. Dhe lutja e besimit do të shpëtojë sëmurin dhe Zoti do ta mëkëm. Dhe nëse ka bërë mëkate, ato do t'i falen. Rafeni fajet njëri tjetrin dhe luteni për njëri tjetrin që të shëroheni. Shumë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt. Ilia ishte një njeri me të njëjtat pasionet tona dhe u lut intensivisht që të mos binte shi, dhe nuk ra shi mbi dhe për 3 vjet e 6 muaj. Dhe u lut përsëri dhe qielli dha shi dhe dheu dha frutin e vet. Vëllezër, nëse ndonjë nga ju del nga rruga e së vërtetës dhe dikush e kthen, le ta di se ai që e kthen mëkatarin nga të gaburit e rrugës së tij, do të shpëtojë një shpirt nga vdekja dhe do të mbulojë një shumicë mëkatesh. Pra, kjo është një pasazh nga letra e apostullit Jakovit, si shtam kapitulli 5, vargu 10 deri në vargu 20, ka shumë mesazhe, si edhe etrit e kanë interpretuar, është një mësim i thellë mbi durimin në vuajtje, fuqinë e lutjes, pendimin, kujdesin për sëmurin dhe përgjegjësinë për shpëtimin e tjetrit. Por, le ta lexojmë varg për varg dhe ta komentojmë sipas etrave. O vëllezërit e mi, merrni si shembull vuajtjet dhe durimin e profetëve që folën në emër të Zotit. Etrit e kishës komentojnë se Jakovi nuk sjell si shembull njerëz të pasur apo të fuqishëm, por profetët, sepse ata ishin njerëz që i shërbyen Perëndis dhe megjithatë kaluan sprova të mëdha. Ndonjëherë na krijohet ideja e gabuar se ti je një shërbëtor i Zotit, patjetër që gjërat zgjidhen shumë shpejt, me një modus vivendi, por nuk është kështu. Gjërat që njerëzit e Perëndis i përballojnë janë gjëra shumë të vështira, mbase dhe gjëra mbi njerëzore, por që ata i përballojnë me hijen e Perëndis. Shën Johan Gyari shpjegon se Perëndia nuk i largon gjithmonë vuajtjet nga shërbëtorët e tij, po i jep atyre fuqi për t'i përballuar me besim. Prandaj profetët u përndoqën, u refuzuan dhe shpesh u keqkuptuan nga turma, por ata nuk u qëndorë nga misioni i tyre. Sot shumë njerëz mendojnë nëse besojnë te Zoti nuk duhet të kenë vështirësi. Jakovi na kujton të kundërtën. Besimi nuk premton mungesë vuajtje, por praninë e Zotit brenda vuajtjes, dhe ky është një mesazh shumë domethënës. Lexojmë në vargu 11. Ja, në shpallin të lumë ata që duruan. Ju keni dëgjuar për durimin e Jobit dhe keni parë fatin përfundimtar që Zoti rezervoi, sepse Zoti është plot mëshirë e dëmshuri. Shembulli kryesor që ka marrë apostulli Jakovi është Jobi, dhe ne patjetër e njohim personazhin e tij. Ai humbi pasurinë, familjen dhe shëndetin si një provë, por nuk e humbi besimin. Dhe etri thonë se rëndësinë nuk ka vetëm vuajtja e Jobit, por përfundimi i historisë së tij. Zoti nuk e harroi atë. Jobi bëhet shembull se sprova nuk është prova e mungesës së dashurisë së Zotit. Përkundrazi, ne dimë se, siç thash, Jobi humbi gjithçka, madje edhe shëndeti i tij u rrezikua, por ai nuk mëkatoi. Atëherë Zoti ju shfaq Jobit dhe bekoi, dhe i dha një familje të re dhe ja dyfishoi moshën dhe bëri përsëri të pasur, madje më i pasur se çishte. Prandaj, kur njeriu kalon një periudhë të vështirë, ai shikon vetëm kapitullin e dhimbjes, por ne duhet të mësohemi nga profetët ose nga njerëzit e spikatur në Biblën e shenjtë, siç ishte edhe Jobi, se ne duhet të shikojmë përfundimin e historisë, jo fillimin ose mesin. Ashtu siç ndodhi edhe me profetët që patën pavarësisht vuajtjeve një fund të lavdishëm,
por edhe me personazhin që përmend edhe Apostolli Jakovi, që është simboli i durimit në vuajtje, Jobi, i cili pati një përfundim shumë të mirë. Po le të flasim dhe për vargun 12. Mos bëni be as për qedhin as për dhehun, po le të jetë poja juaj po dhe joja juaj jo. Shikoni se Apostolli Jakovi këtu na përmend dhe mësimet e Krishtit, që ka folur edhe për betimin, që nuk duhet betohemi. Në kohën e tij njerëzit përdorin betime për t'i bërë fjalët e tyre të dukshme, më të besueshme. Por shpesh betimet e tyre përfundonin në mashtrime. Kjo është diçka që bëjnë njerëzit edhe sot. Shën Agustini Hippos thekson se i krishteri duhet të ketë një jetë aq të vërtetë sa fjala e tij të mos ketë nevojë për betime. Prandaj ky varg na nxit edhe neve sot, mund të na besojnë të tjerë vetëm nga fjala jon, a jemi të denjë për publikun, pra për fjalët që themi, që do me thënë ata na besojnë fjalët, dhe a jemi të njëjtë në publik dhe në fshatësi. Prandaj i krishteri nuk duhet jetojë me dy faqe ose dy fytyra. Ai duhet jetë i njëjtë si përballë Zotit, por edhe përballë njerëzve. Dhe kështu, duke qenë i njëjtë, edhe fjala e tij ka autoritet, po ose jo, dhe nuk ka nevojë për betim. Por le të flasim të vargun 13. A von ndonjë nga ju le të lutet, a është i gëzuar ndokush, le të këndoj psalme. Apostolli Jakovi tregon se çdo gjendje njerëzore ka një përgjigje shpirtërore. Vuajtje patjetër ka nevojë për lutje që të përballohet. Gëzimi duhet të falenderosh dhe lavdërosh Zotin që ta dha e lejoj këtë gëzim tek ty. Edhe shpjegojnë se njeriu shpesh bën të kundërtën. Në vuajtje ankohet, në gëzim ai haron Zotin. Kështu që edhe vuajtja i bëhet jo një mjet shpëtimi, por një mallkim, një dënim, dhe gëzimi e çon në dekadencë. Prandaj edhe sot ne duhet të kemi parasysh kur vuajmë, pyetja e parë nuk duhet të jetë vetëm si do dal prej kësaj, por o Zot, çfarë dëshiron të mësoj prej kësaj vuajtje që e lejove tek mua. Ose kur kemi bekime, duhet kujtojmë burimin e tyre që është Perëndia, sepse nga çdo mirë vjen nga ati i dritave, për së larti, na thot Apostulli Jakovi. Shikojmë dhe lexojmë dhe komentojmë vargun 14. A është i sëmurë ndonjë nga ju, le të thras pleqt e kishët, të ata të lutën përmi të dhe ta lyjmë në vaj në emrin e Zotit. Ky varg është një nga tekstet themelore për formulimin e lutjes, por dhe të misterit të evqelisë, ose shërbes të vajimit të sëmurëve. Edhe të shohim këtu bashkimin e lutjes së kishës me shërimin hyjnor dhe kujdesin baritor që është nga episkopi ose klerikët e kishës. Vaji asnjëherë nuk duhet parë si një veprim magjik, pavarësisht se vaji është përdorur në lartësi për shërim, por vaji bën shërimin e mrekullueshëm kur tek ai qëndron hiri i Shpirtit të Shenjtë, ashtu siç e kemi dhe tek uji i bekuar. Prandaj një vaj i bekuar bëhet një fqeli, një ujë i bekuar bëhet ajazm. Ky varg na kujton se smundja nuk duhet përballuar vetëm. Kisha nuk është vend vetëm për adhurim, por është dhe vend ngushëllimi, lutje, mbështetje, madje vend shërimi, pra quhet një spital që shëron çdo sëmundje të lëngat në popull, sepse është trupi mistik i Krishtit. Lexojmë vargun 15. Lutja e besimit do ta shpëtojë të sëmurin dhe Zoti do ta mëkëm, dhe nëse ka bërë mëkate, ato do t'i falen. Etri shpjegojnë se shpëtimi nuk ka kuptim vetëm për gjërat fizike, për shëndetin fizik, për trupin, por ka dhe për shpirtin. Pra ka një restaurim të marrëdhënies me Perëndin që e prish mëkati. Sëmundja në Bibël shpesh lidhet me bështësi njerëzore, por nuk do thotë se çdo sëmundje është pasojë një mëkati personal, pavarësisht se sëmundja është pasojë e mëkatit sëgjyshor dhe mëkateve që sjellin njerëzit. Por jo është domosdoshmërisht një mëkati personal, por prap është pasojë e mëkatit. Lutja që ne bëjmë tek Zoti nuk është një formulë që ne detyrojmë Zotin, Zoti nuk detyrohet, por ajo është shprehje e besimit se Zoti vepron sipas dashurisë dhe urtësisë së Tij, duke respektuar lirinë tonë. Prandaj dhe ne duhet lutemi, sepse lutja tregon tek Zoti që ne e duam ndërhyrjen e Tij. Prandaj dhe Zoti në vend tjetër thotë lutuni se do t'ju jepet. Lexojmë vargun 16 ku na thuhet rrafeni fajin njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni.
Ky varg tregon fuqinë e pendimit për urësisë. Pra, jo vetëm duhet të pendohem për mëkatet tona, por shfaqim edhe për urësinë, që do thotë përurësia shfaqet kur neve rrëfojmë mëkatet njëri tjetrit. Në traditën e hershme të kishës së parë, të krishterët rrëfeshin publikisht përpara episkopit e priftit, por më vonë, për shkak se në kishin shumë njerëz dhe edhe ata që nuk ishin serioz, atëherë kisha e vendosi misterin e pendimit rrëfimit privat, por prifti përfaqëson gjithë kishën. Vajtja tek ati rrëfys për të rrëfyer mëkatet është shenjë e përurësisë. Prandaj dhe Zoti e nxit pendim rrëfimin përpara atit shpirtëror dhe jo thjesht përpara tij ose përpara një ikone, sepse kërkon të kultivoj përurësinë. Dhe përurësia hap, si them, derën e hirit të Perëndisë, e mëshirës Perëndisë. Dhe po ashtu, përveç pendimit përurësisë, kemi edhe lutjen e përbashkët. Etrit shohin rrëfimin si ilaç kundër krenarisë, mëkati i fshehur plagos shpirtin. Mëkati i sjell në dritën e pendimit me anë të rrëfimit fillon të shërohet, ashtu si ndodh me një plagë, e cila kur ajo ekspozohet në dritën e diellit dhe pastrohet, atëherë fillon edhe shërimi i kësaj plagë. Shoqëritë moderne shpesh na mësojnë se duhet i fshehun dobësitë tona, por Ungjilli na mëson të kërkojmë shërimin duke i treguar dobësitë tona, pendim, rrëfim dhe përurësi. Një njeri që pranon gabimin mund të fillojë ndryshimin. Dhe kjo është një përvojë që neve që e kryejmë misterin e pendimit, rrëfimit në kishë, e kemi provuar dhe e kemi shijuar në veten tonë. Le të fillojmë tek vargu 17. Ilia ishte njëri me të njëjtat pasione si tona, na thot ky varg, dhe u lut intensivisht që të mos binte shi dhe nuk rashim bidhe për 3 vjet e 6 muaj. Tani, apostulli Jakovi na merr një tjetër personazh të spikatur të dhjetës vjetër, merr profetin Shën Ilia. Apostulli Jakovi thekson diçka shumë të rëndësishme. Ilia si profet nuk ishte një qenie binatyrore, qenie aliene, ai ishte një njeri me dobësi si tonat. Po lutja e tij kishte fuqi sepse ishte lutje me besim tek Perëndia, bindje ndaj Zotit dhe me një zemër të pastër. Shpesh njerëzit thonë, unë nuk jam shëritor, lutja ime nuk ka vlerë. Jakovi na përgjigjet, Perëndia vepron përmes njerëzve të zakonshëm që i afrojnë atij me sinqeritet. Pra, është shumë e rëndësishme që neve kur lutemi, duhet lutemi pa hipokrizi. Do të kemi disa kritere për lutjen, siç tham, duhet besojmë se lutja jonë dëgjohet nga Zoti, duhet t'i nështrojmë vullnetit ynor, dhe duhet kemi një zemër të pastër nga inati, zemërimi, akmarrja dhe pasionet, por mbi të gjitha do të jemi me një lutje të sinqertë. Dhe vazhdon vargu 18 dhe na thot, dhe u lut përsëri dhe qelli dha shi dhe dheu dha frutin e vet. Pra, duhet dim se profeti Ilia e ndeshkoi mbretin e asaj kohe dhe mbretëreshën e asaj kohe, Habin dhe Jezabelën, të cilët kishin rënë në idhujtari, por ndeshkoi edhe gjithë popullin, i cili në një farë mënyrë nështroi mbretit idhujtar që mos binte shi për 3 vjet e gjysmë. Dhe kështu vërtet me lutjen e profetit nuk dha shi qielli dhe toka u bë shkrumb. Dhe ky ishte një ndëshkim për mbretin, mbretëreshën, por dhe për ubërtarët dhe për gjithë popullin, që të vinin në pendes e t'i largoheshin adhurimit perëndive të rreme, siç ishte edhe perëndia e Balit në atë kohë. Por kur populli u pendua dhe pranoi perëndinë e vërtet, atëherë profeti Ilia u lut përsëri dhe qielli dha shi. Etrit shohin tek Ilia një figurë të lutjes këmbëngulëse. Ai nuk u lut vetëm një herë dhe hoqi dorë, por ai vazhdoi të lutej derisa Perëndia ta dëgjonte. Shpesh ne duam përgjigje të menjëhershme të lutjeve tona, po ky varg na mëson durim në lutje, këmbëngulje në lutje. Patjetër, ne nuk e imponojmë providencën ynore të na ndihmojë. Zoti nuk nuk ndikohet ose nuk imponohet. Por Zoti shikon besimin ton dhe këmbëngulja jonë tregon se ne kemi shpresë se Perëndia do na dëgjojë dhe do veprojë. Besnikëri edhe kur shikojmë gjëra që duken pa zgjidhje, por kjo do të thotë që ne vazhdojmë
duke shpresuar se Zoti do veprojë një ditë, dhe fjala e fundit është fjala e Zotit. Lexojmë te vargu 19, pra thuhet: Vëllezër, nëse ndonjë nga ju del nga rruga e së vërtetës dhe dikush e kthen, dhe lexojmë dhe vargu 20, le ta di se ai që kthen mëkatarin nga të gabuarit e rrugës së tij, do shpëtojë një shpirt nga vdekja dhe do të mbulojë një shumicë mëkatesh. Në këto vargje, Apostulli Jakobi na thotë për përgjegjësinë që kemi ndaj vëllezërve në besim. Kisha nuk është një komunitet ku njerëzit vetëm gjykohen, por në kish kërkohet dhe ndihmohet mëkatari i rrëzuar. Etrit parlemërojnë kundër indiferencës, secili për veten e vet. Jo, kjo nuk është fryma e krishterë. Fryma e krishterë është ku ne shikojmë problemet e tjerëve të vëllezërve, të motrave në komunitet si problemet tona. Ne nuk duhet ta përçmojmë një mëkatar të rrëzuar. Nuk duhet ta dënojmë atë me krenari, por duhet ta ndihmojmë me dashuri, sepse të gjithë ne jemi në rrugë, ne nuk jemi të shpëtuar, ne gjendemi në shpëtim. Prandaj, ashtu si një i smur kujdeset për një smur që janë të dy në një pavion, ashtu kujdesemi dhe ne brenda kishës. Klerikët për laikët, laikët për klerikët dhe për njëri tjetrin. Prandaj, ai që kthen mëkatarin nga rruga e gabuar do shpëtojë një shpirt nga vdekja, pra, siç dëgjuam, dhe do të mbulojë një shumicë mëkatesh. Ktu përfundon letra e Apostullit Jakobi, që do thotë dashuri për një tjetër është pjesa e shpëtimit ton. Pra, si shkojmë në parajs? Ne shkojmë në parajs duke kaluar nga porta e të afërmit ton, do të thënë, duke ndihmuar të afërmin ton për nevojat shpirtërore, fizike dhe materiale, shoqërore. Dhe si ta kuptojmë, të kthesh njëri te Zoti është një vepër mëshire, por që mbulojmë një shumicë mëkatesh. Nuk do të thotë të fshesh gabimet, por se dashuria dhe pendimi sjell falje tek personi i cili nxitet nga neve, që ai të pendohet, të rrëfehet, por kjo është një benefit që e marrim dhe përfitojmë edhe neve, sepse Zoti thotë lumë të mëshirshmit se do gjejnë mëshirë, ose lumë të përdallueshmit se do përdallohen. Pra, një fjalë e mirë, një lutje, një shembull i mirë mund të ndryshojë jetën e dikujt. Kështu që e gjitha kjo pjesë që ne e lexuam përmbledhet nga Etrit me këto pika. Durim në vuajtje është shenjë besimit. Zoti nuk haron ata që vuajnë. E vërteta duhet jetë në fjalët dhe jetën tonë. Lutja është përgjigjja e besimtarit në çdo situatë. Kisha është vend shërimi dhe mbështetje për cilin do, pendimi dhe porësia sjell shërimin shpirtëror. Dashuria për të humburin është mision i çdo të krishteri. Njeriu i drejtë nuk është ai që s'ka sprova, por është ai që në sprova mbetet i lidhur me Zotin dhe bëhet burim shprehse për të tjerët, ashtu siç ishin dhe shembujt e profetëve. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot. Urojmë njëri tjetrin për shumë vjet të kremten e shën Ilias dhe të gjithë ata që kanë emrin ta gëzojnë atë. Mirupafshim në takimin tjetër.